Hana Orlati, 19 vjeçarja nga Kosova, ka bërë një hap të madh në karrierën e saj muzikore. Ajo është një nga konkurrentet e përzgjedhura për The Voice of Finland, ku arriti të kalojë me sukses fazën e parë të garës. Emisioni The Voice of Finland është një nga formatet më të njohura të këndimit në Finland, ku zëri dhe interpretimi janë vendimtar që nga fillimi i konkurimit. Faza e parë quhet Ääni ratkaisee, që do të thotë vlera e zërit vendos. Hana mahniti jurin dhe publikun me performancën e saj të fuqishme të këngës How I Was Supposed to Live Without You, duke dëshmuar talentin e saj të veçantë dhe emocionuar të gjithë me zërin e saj. Hana ka nisur muzikën që fëmijë. Në moshën 10 vjeçare ka marrë pjesë në The Voice of Albania, një hap i rëndësishëm në rrugtimin e saj artistik. Ka performuar në shumë koncerte për fëmijë në Kosovë dhe ka mbaruar shkollën e mesme të muzikës Prenkjakova në Prishtinë. Ajo ka një vit që jeton në Finland me familjen e saj, duke ndjekur ëndrrën për të ndërtuar një karrierë muzikore ndërkombëtare.